Problemi dekadësh me emrat e rrugëve në qytetin e Tetovës pritet që të merr epilog pas 2 muajsh. Kështu së paku thot kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili njofton se bëhet fjalë për mbi 300 rrugë dhe mbi 1000 propozime që po i shqyrton komisioni i formuar për çështjen e riemërimit të rrugëve. Aty komisioni sipas informatave që i kam bën punë për shkak se bëhet fjalë për një problem shumë, do kisha thënë, të akumuluar ndër vite, bëhet fjalë diku mbi 300 rrugë, ka më shumë se 1000 propozime. Të gjithë propozimet janë duke u diskutuar nga komisioni, dhe unë besoj që në momentin e parë që do të ketë një draft të propozimeve të komisionit të dakorduar mes antarëve të komisionit, do të dalim edhe me informata, por unë besoj që në një fat të arsyeshëm, do kisha thënë, brenda diku 2 muajve mund të kemi edhe propozimin e parë, që do t'i prezantohet opinioni. Kasami thot se presioni publik rreth kësaj problematike është i madh dhe se komisioni po punon me kujdes të shtuar dhe se çdo vendim do të merret në suazat e ligjit. Edhe përkundër presionit të opinionit, ne jemi duke ecur shumë me kujdes këtë problematikë, sepse edhe një herë për 30 vite nuk është ndërmarrë asgjë, edhe atëherë kur është ndërmarrë fatkeqësisht jo në konsultim deri në fund me ligjin dhe me faktorët politik. Prandaj ne edhe përkundër presionit të opinionit jemi duke ecur shumë me kujdes këtë çështje që ta zgjidhim një herë për gjithmonë dhe Tetova të ketë emrat të rrugëve dhe të ketë numra të shtëpive dhe banesave. Unë besoj që në fund të gjithë këtij procesi do të jetë në bazë të ligjit dhe sigurisht me pëlqime paraprake në gjithë institucionet të cilat janë të përfshira në këtë proces. Kujtojmë se emrat ekzistues të rrugëve nuk pritet që të pasojnë ndryshime, por do të emërohen rrugët që nuk kanë emra, pra janë me numra ose nuk kanë numra fare. Kjo me qëllim zgjidhjen e kaosit dhe konfuzionit që krijon mungesa e emrave të rrugëve dhe numrave të shtëpive. Propozimi i komisionit në fund duhet të kalojë në Këshillin e Komunës së Tetovës me shumicë votash, ku patjetër duhen edhe votat e partive maqedonase, në këtë rast të VMRO-t të PMN-s. Komisioni nuk përfshin edhe emrat e institucioneve arsimore siç janë shkollat fillore dhe të mesme, pasi që për këtë do duhej edhe pëlqimi i Ministrisë së Arsimit.